Në mes të maleve shqiptare, mes tymit të betejave dhe eshtjes së kështjellave, ndodhi një nga tradhtitë më të mëdha në historinë e Shqipërisë. Jo nga një pushtues i huaj, por nga gjaku i vet. Emri i tij, Hamza Kastrioti. Kush ishte ky njeri? Pse e tradhtoi Skënderbeun, Xhaxhain dhe udhëheqësin e tij? Dhe çfarë ndikimi pati kjo tradhti në fatin e luftës kundër osmanëve? Sot do të tregojmë për një kapitull të errët të historisë shqiptare. Jemi në shekullin e 15. Perandoria osmane ka pushtuar thuajse gjithë Ballkanin, por në një cep të vogël të saj, Shqipëria po qëndron. Fal një emri të njohur që historia nuk e haron, Gjergj Kastriot Skënderbeu, heroi ynë kombëtar, i cili arriti të mbante të bashkuar princat e Arbërisë për plot 25 vite në një betejë të përbashkët. Por si ndodhi kjo tradhti historike? Kush ishte në fakt Hamza Kastrioti? Edhe pse ekzistojnë dokumenta historike për këtë figurë kontradiktore, ato nuk janë shumë të detajuara. Hamza Kastrioti përmendet në burime të ndryshme të shekullit të 15. Ai përmendet kryesisht në kronikat veneciane dhe ato raguzane, të cilat mbanin raporte të rregullta për ngjarjet në Arbëri. Në to përmendet Hamzai si pjesë e rrethit të Skënderbeut dhe më vonë si tradhtar që u bashkua osmanëve. Hamza Kastrioti ishte nipi i Gjergj Kastriot Skënderbeut, djali i njërit prej vëllezërve të tij. Ka dyshime historike nëse ishte djali i Stanisha Kastriotit ose i Konstantinit. Ajo që dihet me saktësi është se Hamzai u rit në oborin e Kastriotëve, i edukuar si fisnik dhe ushtarak. Në betejat e para kundër osmanëve, Hamzai ishte aty, komandant i lartë në ushtri, njeri me ndikim. Hamza Kastrioti luftoi për krah Skënderbeut, veçanërisht në fillim të fushatave të beslidhjes së Lezhës. Ai mori pjesë në beteja shumë të rëndësishme kundër osmanëve, si beteja e Torvjollit, luftimet në Dibër dhe Mat, rrethimi i parë i Krujës. Ai ishte një komandant ushtarak i besuar i Skënderbeut, por kur lavdia nisi të përqendrohej te një njeri, gjithçka ndryshoi brenda Hamza Kastriotit. Xhelozia, ambicia dhe etja për pushtet, që nuk njeh as gjake as flamur, nisi të buronte brenda tij. Në këtë moment, fati do të merrte pjesë tjetër. Jemi në vitin 1456. Një ngjarje e rëndësishme ndryshoi gjithçka. Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte kohë që priste një pasardhës, por duke qenë se nuk po vinte në jetë ende një fëmijë, Hamzai deri më tani shihej si zoti i ardhshëm. Pas një periudhe të gjatë luftimesh, Gjergji u bë me djalë, me ardhin në jetë të Gjon Kastriotit dytë. Hamzai ndjeu më njëherë se pozita e tij si trashëgimtar u rrezikua. Gjasat janë se ambicia për pushtet mund të ketë qenë arsye kryesore në ktesën e tij. Hamzai nuk donte të ishte një komandant në je. Ai kërkonte lavdi dhe ndoshta vetë fronin në Arbërisë. Kur pa që nuk ishte vend për të në krye, vendosi të kërkoj pushtet në anën tjetër, e sultani Osman. Gjendemi në pranverë të vitit 1457, pikërisht në betejën vendimtare të Albulenës. Hamza Kastrioti braktisi në fushë betejë e Aleancës Shqiptare dhe kaloi në anën e perandorisë osmane. Ky kalim ishte një akt i qartë i tradhtisë, jo vetëm kaq. Hamza Kastrioti udhëhoqi trupat osmane në betejë kundër Skënderbeut. Në këtë betejë, Hamzai u rreshtua përballë Skënderbeut, një luftë mes një gjaku, por me ide dhe besnikëri krejt të kundërta. Në këtë betejë historike, Sultan Mehmeti II vendosi të shkatronte një eremi rezistencën shqiptare. Ai dërgoi drejt Shqipërisë një ushtri prej 40.000 vetësh, të udhëhequr nga 2 komandantë me përvojë,
Isa Bey Evrenozi dhe Hamza Kastrioti. Të dy ishin komandant të aftë. Përparësia e Hamzait ishte se ai kaloi 14 vite pranë Skënderbeut dhe njihte çdo strategji të tij. Forcat osmane e depërtuan në luginën e Matit dhe ngadalë përparuan drejt Krujës. Skënderbeu, me një lëvizje të mirë menduar, shmangu përplasje e drejt për drejta dhe u tërhoq, duke lënë terrenin e lirë për osmanët. Të sigurt në fitore, pushtuesit nisën të plashkisnin vendin dhe të grumbullonin informacione, ndërsa javët kalonin pa ndonjë shenjë kundër përgjigjeje nga Skënderbeu. Shumë shpejt, Evrenozi dhe Hamzai nisën të besonin se armiku kishte braktisur luftën dhe tashmë ata kishin fituar. Në gusht të po ati viti, pozitat osmane duken të pathyeshme. 20.000 ushtar ruanin rrugët e furnizimit dhe mbanin në rrethim fortesat të rreth Dibrës. 15.000 të tjerë mbikëqyrnin Matin, Rodonin dhe Petrelen. Pjesa tjetër e ushtrisë kishin përparuar drejt Ujbardhës, duke krijuar një rrjet të dendur kontrolli në veri të Shqipërisë. Por, ndërsa koha kalonte, kënaqësia për fitoren e arritur, por njëkohësisht dhe pakujdesia, po prapeshin mes trupave osmane, duke ulur ndjeshëm vigjilencën e tyre. Më 2 shtator 1457, Skënderbeu, i fshehur dhe në pritje për muaj me radhë, dha urdhrin për ofensiv. Një sër sulmesh të vogla nisën të trazojnë patrullat osmane, ndërsa ushtria shqiptare përgatitej për goditjen vendimtare. Në mesditë, kur trupat osmane ishin në pushim, kampi i tyre u trondit nga një zhurmë me furishme. Mira vegla metalike krijonin përshtypjen e një armate të pafundme. Nga perëndimi, kalorësia shqiptare u vërsul me furi, ndërsa këmbësoria përparonte drejt zemrës së kampit. Osmanët, të zënë në befasi, humbën shpejt kontrollit. Hamza Kastrioti përpiqet të organizojë mbrojtjen, por Skënderbeu, duke i njohur mirë lëvizjet e tij, dërgoi 2000 kalorësit e zgjedhur të gardës së tij për ta goditur drejt për drejt. Hamzai, i shtyrë në panik, nuk mundi të mbante linjat. Brenda 2 orësh, kampi osman ranë në duart e shqiptarëve. Ushtria osmane u shpartallua. Nga 15.000 deri në 30.000 të vrarë, mijëra të tjerë robër dhe gjithë pasuria e kampit u kap nga forcat shqiptare. Të mbijetuarit e tjerë u tërhoqën drejtim të Tiranës dhe Elbasanit, duke lënë pas një nga disfatat më të rënda të perandorisë osmane në tokat shqiptare. Betejë e Albulenës përfundon me fitore të padiskutueshme për Skënderbeun. Ushtria osmane shpërbëhet dhe qindra ushtarë mbeten të vrarë ose të zënë në rob. Ndërta është edhe Hamza Kastrioti. I kapur i gjallë gjatë betejës, ai nuk vritet. Skënderbeu vendos mos ta ekzekutoj nipin e tij, ndoshta për shkak të lidhjes së gjakut, ndoshta për t'i dhënë një dënim simbolik. Hamzai dërgohet në Itali dhe burgoset në Napoli. Pas disa vitesh burgim, ai arriti të lirohej. Shumë historianë kanë diskutuar se kush mund të kenë ndikuar në lirimin e tij. Burimet historike janë të paqarta mbi mënyrën e lirimit të tij, por dihet se pas daljes nga burgu, ai nuk luajti asnjë rol të rëndësishëm politik ose ushtarak. Disa të dhëna sugjerojnë se Hamzai u vendos përsëri në territoret osmane, ku jetoi në mbrojtjen e perandorisë, por pa ndikim real